E bukur për të përshëndetur të gjithëve, Shkëndia sërish rikthehet në Europë, aty ku sezonin e kaluar ishte një ndër historitë më të bukura të skuadrës në skenën ndërkombëtare. Kësaj radhe kthehemi në xhiron e parë të UEFA Conference League, përballemi këtu në Gibraltar me Europa FC. Bashkë me ne këtu trajneri Artim Pollozhani dhe kapiteni i skuadrës Besart Ibrahimi, të gatshëm për të folur rreth pritjeve të skuadrës në këtë duel. Nesër fillon një cikël i ri për ne. Fillojnë Kupat e Europës, një cikël i jashtëzakonshëm, ashtu siç të përmendet edhe ju, një vit ka bërë një sukses jashtëzakonshëm në Kupat e Europës, por që ai sukses ajo është e kaluar dhe sigurisht që ne do të tentojmë që të shkojmë goxha larg në Kupat e Europës, sepse potenciali është, edhe unë mendoj që me një qasje ose me një penjim maksimum nga i pari deri te i fundit mund të arrim larg. Sa i përket fazës preditore, është mjaft e rëndësishme që faza kalojmë me suksese dhe i gjithë grupi është i plot, kështu që do konkurrojnë gjithë ata që janë për ndeshjen e nesër. Të them të drejtën, ndeshjen e nesërme normal që ne jemi favorit, por me të vërtet përkushtimi i jonë duhet të jetë maksimalisht, duhet të jetë serioziteti në mënyrën më të mirë, se në ditën e sotit nuk ka ndeshje të lehtë, kështu që jemi të përgatitur, e kemi analizuar kundërshtarin dhe shpresojmë që nesër ta fitojmë ndeshjen, që në ndeshjen e kthimit ta kemi më lehtë. Sa i përket vitit kalu, besoj që edhe shpresoj se të gjithë çunat e dimi rëndësinë si kemi kalu vitin e kalu, jemi të gatshëm të japim gjithçka dhe të shpresojmë ta përsërisim historinë që e bën vitin kaluar. Patjetër që informacioni është nga kampionati i kaluar, bëhet fjalë për një ekip që ka brenda manovër, duke pas parasysh që është afër me një shtet si Spanja, që do të thotë manovra ekziston. Dhe çfarë është karakteristike është që në kampionatin e shkuar kanë psuar vetëm 16 gola, që do të thotë që kjo faza e mbrojtjes është solide dhe nëse nuk do kemi veprime të shpejta, unë mendoj që do ta kemi të vështirë. E rëndësishme është që ne të jemi serioz, të japim gjithçka, të japim maksimumin. Normal që në fusha tjera për një lojtarët është më mirë, por nëse je i motivuar, nëse e merr lojën seriozisht, besoj që nuk do të kemi problem. Patjetër që grupi është i plot, grupi është i gjithë për t'u përgjigjur një ndeshje të tillë, sigurisht që duhet të japim të gjithë maksimumin. Patjetër, sepse bëhet fjalë për një kompeticion siç janë Kupat e Europës, këtu nuk ka kundërshtar të lehtë. Bëhet e lehtë nëse ne japim maksimumin, por edhe kundërta që bëhet jashtëzakonisht e vështirë nëse ne nuk dalim me 100% për sigurisht mirë për të menduar për ndeshjen e parë, pastaj për të menduar për ndeshjen e kthimit. Motivimi nga stafi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por unë mendoj që ka një detaj tjetër që motivimi brenda grupit është i jashtëzakonshëm. Nëse grupi do jetë i motivuar brenda, sepse ai motivim që vjen brenda i prekshëm që është ke lojtarë bashkë me tjetrën është i jashtëzakonshëm, por nuk duhet të harrojmë që edhe stafi do të bëj pjesë e kjo pune e motivimit ose nga ana psikologjike, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mirë, ishte konferenca për shtyp zyrtare përpara ndeshjes Europa FC Shkëndia, raundi i parë eliminator në UEFA Conference League, të njëjtën ora 19:30. Ndeshja do të shkojë live në YouTube, chanelin zyrtar të klubit të futbollit Shkëndia. Ju falenderojmë, takojmë bashkë në të tjera konferenca për shtyp.